Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Partia Demokratike ka nisur procesin e zgjedhjeve të kryetarit, ku në garë është vetëm Sali Berisha. Mbi 51.000 anëtar me të drejtë vote janë thirrur të marrin pjesë në votim, që shihet si një test mbështetjeje për drejtimin e tij. Sipas Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale, gjatë orëve të para kanë votuar rreth 12.000 anëtar. Procesi pritet të përfundojë në orën 18 dhe më pas do të nisë numërimi i votave. Partia Demokratike po zhvillon këtë të shtunë procesin e votimit për zgjedhjen e kryetarit të saj. Në të gjithë vendin janë hapur qendrat e votimit për mbi 51.000 anëtar demokratë me të drejtë vote, të cilët do të shprehen nëse mbështesin vijimin e drejtimit të partisë nga Sali Berisha. Në këtë garë, Berisha është kandidat i vetëm, ndërsa procesi po konsiderohet si një votbësim politik brenda Partisë Demokratike për lidershipin e tij. Të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar deri tani në mbar Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Thirrjet për bojkot të kandidatëve të cilët u përjashtuan nga gara nuk i ndaluan votimet në Partinë Demokratike. Unë besoj se përplitjet e një përfaqësuesi të botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces më demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kurrë në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendojë se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero. Sipas kryetarit së Komisionit të Organizimit dhe Kontrolleve të Operacioneve Elektorale, Albana Vokshi, pjesëmarrja në votime ka qenë e konsiderueshme. Procesi i votimit nisi në orën 08 në të gjithë degët e partisë dhe do të përfundojë në orën 18. Menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit do të nisë numërimi i fletëve, ndërsa rezultatet priten të publikohen pas përfundimit të procesit në të gjithë vendin. Zgjedhja e kryetarit i paraprin dhe mbajtjes së kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike në 30 maj, ku pritet të diskutohen ndryshime dhe organizimi i strukturave drejtuese të partisë. Ervin Seliani ka reaguar gjatë zhvillimit të votimit për kreun e Partisë Demokratike, duke publikuar fotografi ku disa anëtar kanë shënuar emrin e tij në fletët e votimit. Ai ka falenderuar demokratët nga gjithë vendi dhe është shprehur se mesazhet e tyre dëshmojnë sipas tij se Partia Demokratike nuk mund të konsiderohet pronë personale. Seliani ka cilësuar procesin të deformuar dhe ka deklaruar se përpjekja për rikthimin e partisë tek anëtarësia do të vazhdojë. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Seliani ka reaguar në rrjetet sociale gjatë procesit të votimit për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike duke publikuar disa foto nga fletë-votimet ku sipas tij disa demokratë kanë shënuar emrin e tij. Në postimin e tij, Seliani shpreh mirënjohje për mbështetjen që thotë se ka marrë nga anëtarët e partisë në të gjithë vendin. Faleminderit dhe mirënjohje për çdo demokrat që sot ka zgjedhur të shënojë qartësisht preferencën e tij. Seliani pretendon se ka marrë qindra mesazhe dhe foto nga demokratë në deg të ndryshme të vendit, të cilët pas tij po reagojnë ndaj situatës brenda partisë, po më vijnë qindra mesazhe dhe foto nga demokratët që përmes votës, shkrimit, emrit apo refuzimit të farzës po tregojnë se Partia Demokratike nuk është pronë personale. Në reagimin e tij, ish-deputeti përmend disa qytete, duke theksuar se mesazhet shtrihen nga Shkodra në Korçë, Vlorë, Kukës, Fier, Dibër, Elbasan, Gjirokastër, Berat, Lezhë, Durrës e Tiranë, nga çdo deg po vërshojnë reagimet dhe fotot e fletës së votimit. Seliani cilëson procesin të padrejtë dhe thotë se demokratët po reagojnë kundër tij. Kur gara vritet, kur alternativa përjashtohet edhe kur vula përdoret për të mbajtur peng opozitën, demokratët dinë të reagojnë me dinjitet. Në fund të reagimit të tij ai theksoi se betejë politike brenda PD-s do të vazhdojë, ne nuk dorëzohemi. Do ta çmontojmë këtë farzë me kurajo, me demokratë lirë dhe me besim se Partia Demokratike do t'u kthehet anëtarëve dhe qytetarëve. Kreu aktual i Partisë Demokratike, Sali Berisha, vazhdon të gëzojë mbështetje të konsiderueshme politike, ndërsa në Kavaj zgjedhjet për drejtimin lokal të partisë janë zhvilluar në një klim të qetë dhe demokratike.
Lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është përmendur si një figurë politike me mbështetje të gjerë brenda kampit opozitar, pavarësisht sfidave dhe zhvillimeve politike që e kanë shoqëruar në vitet e fundit. Në qendrime publike është theksuar se ai ka vijuar aktivitetin politik dhe ka ruajtur mbështetjen në një pjesë të konsiderueshme të elektoratit opozitar. Ndërkohë, procesi zgjedhor për strukturat e Partisë Demokratike në Kavaj është zhvilluar në kushte qetësie dhe normaliteti. Votimi është organizuar në hollin e kinemas së qytetit dhe ka nisur në orën 8 të mëngjesit, ndërsa pritet të përfundojë në orën 6 të pasdites. Organizatorët kanë vlerësuar pjesëmarrjen si të lartë dhe procesin si të rregullt, pa incidente të raportuara. Dy kandidatët për drejtimin e degës lokale, Arta Arkaxhiu dhe Rudin Hylviu, kanë shprehur mbështetje për lidershipin e partisë dhe kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të brendshëm pavarësisht rezultatit të garës. Ata janë shprehur gjithashtu të gatshëm të pranojnë dhe mbështesin njëri tjetrin në funksion të forcimit të strukturave të partisë në nivel lokal. Unë falenderoj gjithë votuesit e Partisë Demokratike, gjithë antarësinë, sepse me dëshirën e lirë të tyre, ata kanë konfirmuar edhe një herë lidhjen historike të Partisë Demokratike. Zoti Sali Berisha është një lider që i përballet keqes të këtij pushteti të korruptuar. Për sa i përket kandidimit në zonën Arta Arkaxhiu, ne mendojmë që të bëjmë më të mirë në qytetit si unë ashtu edhe për Arta Arkaxhiu, është një zonë e denjë, që edhe në qoftë se fiton ajo, është njeriu i duhur për qytetin tonë. Kemi dy kandidatë kontribues të Partisë Demokratike ndër vite, unë dhe Rudini. Gara është mes, fitoft më i miri, sido që të shkoj gara, të dy jemi kontribues të Partisë. Në të njëjtën linjë, kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, ka shprehur mbështetjen e tij për Berishën, duke vlerësuar rolin e tij në ekzistencën dhe zhvillimin e Partisë Demokratike. Sapo votova për profesor doktor Sali Berishën për konfirmimin e tij që i cili mban peshën dhe barrën kryesore të opozitarizmit në Shqipëri. Gjithashtu votova edhe për kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike Deja Kavaj. Gjatë fjalës së tij, ai ka theksuar gjithashtu nevojën për energji të reja dhe riorganizim të strukturuar brenda degës lokale të partisë. Deja Kavaj po hap një proces riorganizimi për shkak të që jemi edhe afër zgjedhjeve lokale. Kemi nevojë për një organizim, kemi nevojë për energji të reja, për një gjë akoma dhe më të fuqishme, siç po vjen 2027. Kavaja ka treguar me vepra, Kavaja ka treguar me fakte. Do vazhdoj të tregoj dhe do vazhdoj të rrisi performancën si deg pa diskutim, të cilës është dega e parë në Shqipëri që është krijuar, kështu që do mbaj peshën në barrën kryesore në zgjedhje dhe në rrugtimin e Partisë Demokratike dhe rikthimin e saj në pushtet. Procesi i votimit vijon të mbetet i qetë dhe në monitorim, ndërsa pritet përfundimi i numrit dhe shpallja e rezultatit brenda orarit të parashikuar. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar një strategji të re ku Ballkani Perëndimor konsiderohet zonë me rëndësi të veçantë për sigurinë dhe interesat ekonomike të SBA-s. Në dokument thuhet se stabiliteti i rajonit ndikon drejt për drejt në sigurinë dhe mirëqenien amerikane, duke vënë theks te bashkëpunimi ekonomik, energjia dhe siguria. Raporti përmend Rusinë dhe Kinën si faktor destabilizues dhe paralajmëron masa më të forta kundër krimit të organizuar. Një dokument i ri strategjik i publikuar nga Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vendosi Ballkanin Perëndimor në qendër të interesave amerikane të sigurisë dhe zhvillimit ekonomik. Në dokument theksohet se stabiliteti i Ballkanit Perëndimor dhe avancimi i interesave ekonomike amerikane e bëjnë SBA-n më të sigurt, më të fortë dhe më të begatë. Administrata amerikane vlerëson se përpjekjet e viteve të fundit kanë krijuar kushte për një fazë reangazhimi, të bazuar jo më tek ndërtimi i shteteve, por tek partneriteti strategjik dhe bashkëpunimi me përfitim të ndërsjellë. Raporti nënvizon se kontekstet e pasgjidhura dhe ndasit politike vazhdojnë të minojnë stabilitetin rajonal, ndërsa administrata amerikane synon fuqizimin e aktorëve lokal për të adresuar vetë sfidat e tyre, pavarësisht të tepruar nga ndërhyrjet ndërkombëtare. Prioritet kryesor të politikës amerikane përfshin edhe ruajtjen e stabilitetit rajonal, frenimin e ndikimit të Rusisë dhe Kinës, zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, investimet në energji dhe infrastrukturë, si dhe forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Por Kosovën
dokumenti rithekson mbështetjen amerikane për dialogun me Serbinë dhe arritjen në një marrëveshje të qëndrueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Raporti vlerëson rolin e KFOR-it si garantues i sigurisë dhe lirisë së lëvizjes në Kosovë, ndërsa mbështet dhe transformimin e forcës së sigurisë në Kosovë në një forcë moderne mbrojtëse. Dokumenti i kushton vëmendje të veçantë edhe ndikimit të Rusë dhe Kinez në rajon. Sipas raportit, Rusia përpiqet të nxjisë tensione etnike dhe të përdorë energjitë si mjet presioni politik, ndërsa Kina shfrytëzon kredit shtetërore, investimet dhe lidhje me elitat politike për të zgjeruar ndikimin e saj strategjik. Një tjetër shqetësim madhor për administratën amerikane mbetet krimi i organizuar në Ballkanin Perëndimor. Raporti paralajmëron se grupet kriminale në rajon përbëjnë kërcënim të drejtë për sigurinë kombëtare të SBA-s përmes trafikimit të drogës, pastrimit parave, migrimit palishëm dhe krimit kibernetik. Në aspektin ekonomik, dokumenti e konsideron Ballkanin Perëndimor një treg me potencial të rëndësishëm për investime amerikane, duke përmendur korridoret strategjike të transportit, sektorin energjetik dhe zhvillimet teknologjik. Raporti evidenton mangësitë infrastrukturore të rajonit dhe nevojën për modernizim të rrjeteve energjetike dhe digjitale. Mes projekteve prioritare përmendet zhvillimi hidroenergjetik në Shqipëri dhe vendet e tjera të rajonit, gazsjellësit rajonal si dhe projektet për modernizimin energjetik të Kosovës. Sipas dokumentit, SBA-ja do të angazhohet në përmirësimin e klizës së biznesit dhe krijimin e kushteve më të favorshme për investimet amerikane në Ballkanin Perëndimor. Bordi i Transparencës ka vendosur një tjetër ulje të çmimeve të karburanteve. Bordi i Transparencës ka vendosur një tjetër ulje të çmimeve të karburanteve në tregun vendas në përputhje me lëvizjet në bursat ndërkombëtare. Nga kjo e shtunë, çmimi i naftës do të ulet me 2 lekë për litër, ndërsa benzina me 4 lekë. Sipas vendimit, nafta do të tregtohet me çmim tavan 195 lekë për litër dhe benzina 182 lekë për litër. Ndryshimi vjen pas luhatjeve të fundit në tregjet globale të hidrokarbureve. Karburantet në vend do tregtohen me çmime më të ulta, duke nisur nga kjo e shtunë. Bordi i Transparencës vendosi reduktimin e çmimit të naftës dhe benzinës në reflektim të lëvizjes së fundit në bursat ndërkombëtare të hidrokarbureve. Sipas vendimit të publikuar, çmimi i naftës në tregun me pakicë nuk do të kalojë nivelin e 195 lekëve për litër, duke shënuar një ulje prej 2 lekësh krahasuar me çmimin e mëparshëm prej 197 lekësh për litër. Ndërkohë, në tregun me shumicë, çmimi tavan i naftës është përcaktuar në 183 lekë për litër, edhe benzina ka psuar ulje të ndjeshme në çmim. Nga kjo fundjavë ajo do të shitet në pikat e karburantit jo më shumë se 182 lekë për litër ose 4 lekë më lirë krahasuar me çmimin e mëparshëm për 186 lekë për litër. Në tregun me shumicë benzina do të tregtohet me një çmim maksimal për 170 lekë për litër. Vendimi i Bordit të Transparencës hyr menjëherë në fuqi dhe pritet të reflektohet në të gjitha pikat e tregtimit të karburantit në vend. Ekspertët e tregut e lidhin këtë lëvizje me zhvillimet e fundit në tregjet ndërkombëtare të naftës, ku çmimet kanë psuar luhatje për shkak të pasigurisë gjeopolitike dhe ndryshimeve në kërkesën globale për energji. Bota e artit shqiptar është tronditur nga ndarja nga jeta e aktorit të njohur Birçe Hasko në moshën 84 vjeçare. Ai konsiderohej një nga figurat më të rëndësishme të teatrit dhe filmit shqiptar, duke lënë pas një kontribut të vyer artistik dhe pedagogjik. Me 10 role të spikatura në skenë dhe ekran, Hasko mbetet një emër i rëndësishëm i kinematografisë shqiptare. Gjatë karrierës së tij është nderuar me tituj të mjeshtër i madh dhe qytetar nderi i Orikumit. Është ndar nga jeta në moshën 84 vjeçare aktori i njohur Birçe Hasko, një prej emrave më të rëndësishëm të teatrit dhe kinematografisë shqiptare, i cili për dekada me radhë i dha artit shqiptar role të parrueshme dhe edukoi breza të tërë artistësh. I lindur në Dukat të Vlorës me 15 mars 1943, rrugtimi i tij artistik nisi herët pas një periudhe pune si mësues në Memaliaj, ku angazhua në estradën amatore. Ai nisi studimet në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1965. Pas diplomimit, Birçe Hasko do të shërbente për shumë vite si pedagog i mjeshtërisë aktorit, duke fituar edhe titullin akademik profesor. Në skenën teatrore, ai interpretoi mbi 12 role, ku spikati veçanërisht personazhi Milos në komedinë e njohur Shi në plazh, rol që mbeti gjatë në kujtesën e publikut shqiptar. Megjithatë, ishte kinematografia ajo që e bëri një figurë të dashur për publikun e më gjerë. Karriera e tij në film nisi në vitin 1971 në rolin e ballistit në filmin Kur zbardhi një ditë. Më pas ai interpretoi në
vjetra produksione të rëndësishme shqiptare, duke sjell personazhe ikonike si Meti Jaho në radiostacion Syria ai në Skëter 43 dhe rolin e mësuesit në Gurët e shtëpisë sime. Interpretimi i tij fundit erdhi në vitin 2009 me filmin Kronik Provinciale, duke mbyllur një karrierë të gjatë dhe të suksesshme me mbi 30 filma. Për kontributin e jashtëzakonshëm në artin shqiptar, Birxhe Hasku u nderua në vitin 2002 me titullin Mjeshtër i Madh, ndërsa në vitin 2007 u shpall qytetarin deri i Orikumit. Me ndarjen e tij nga jeta, arti shqiptar u mbet një profesor të përkushtuar dhe një aktor të rrallë, ndërsa publiku shqiptar një prej figurave më të dashura të ekranit dhe skenës. Policia shqiptare ka vënë në pranga 2 persona të kërkuar ndërkombëtarisht nga autoritetet italiane në kuadër të operacioneve operacionalja 94 dhe The Wanted. Të dy janë lokalizuar në Kavaj dhe Durrës. Sipas autoriteteve, ato janë dënuar nga gjykatat italiane për vepra të rënda penale, mes tyre trafik droge dhe plagosje të rëndë. Aktualisht po ndiqen procedurat për ekstradimin e tyre drejt Italisë. 2 shtetas të kërkuar nga drejtësia italiane janë arrestuar në Shqipëri në kuadër të operacionit të policisë së shtetit Operacionalia 94 dhe The Wanted. Në Kavaj, shërbimet e drejtorisë së policisë së posaçme operacionale lokalizuan dhe ndaluan 48 vjeçarin Saimir Dakoli, i cili është padur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Sipas policisë, gjykata e apelit e Venecias e ka dënuar atë me 7 vite e 4 muaj burg për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike, nga të cilat i kanë mbetur ende për të vuajtur 6 vite e 4 muaj e 20 ditë. Në një tjetër operacion në Durrës, në lagj numër 1 u arrestua një 47 vjeçar identifikuar si Elton Stafa, i cili rezulton me disa identitete të tjera. Policia bën të ditur se ai është dënuar nga gjykata e apelit në Milano me 5 vite e 7 muaj burgim për vepra penale, plagosje rënd me dashje, mbajtje e sendeve të vjedhura dhe mbajtje pa leje e armëve sipas legjislacionit italian. Autoritetet shqiptare theksojnë se po vijon bashkëpunimi mes Interpol Tirana dhe Interpol Roma për finalizimin e procedurave të ekstradimit të 2 arrestuarve drejt Italisë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.